Nuk ka një moshë të saktë, mirë po kur të mrinë të mosha 20-25 maksimum, ke la dur. Dhe gjë, mundet me arë një moment që të vjen të huna dhe thu boll mo. Pse se e shet që A ke pas moment të tilla? Me gjallë që po, dikur, për nuk është diçka që mu ka regjistru në memore. Mirë po, kur e mendon pastaj që kjo puna jonë është shumë speciale, dhe më thonë momenti kur ti del para publikut edhe e kim qatë mundësin me shkëmby energji, mi ofru diçka dhe me marrë diçka për publikut, ajo nuk krahasohet dhe më thonë me profesionet tjera, pa e në vlerësu asë një profesion, se cili ka vetin edhe respekt për se cili profesion. Mirë po, kjo që e kemi ne është ma e veçantë, dhe më thonë, gjitha ajo punë që bëhet në sallë, gjitha ato sakrifica, dedikim, lodhe e madhe, kur del në skenë, ti nuk je Monike në këtë rast, për shembull, ti je personazhi që po e lu. S'ka lidhje e ki me emërtim apo pa emërtim, ti je një njeri i skenës. Ai njeri i skenës nuk i ka këto lodhje. Ai njeri i skenës nuk guxon m'ia tregu publikut lodhje. Ti del aty all in, komplet energjinë që e ki, edhe e kryen punën. Bash, edhe dyqysh në fund, që ajo duar trokitje, se di, është gjithçka, më duket, nuk di çse e përjetojnë. Ajo s'ka të paguar. Po, një mend, unë veç kur jam ndoshta me një sallë tepër të vogël, ku ndoshta i kam shumë pak njerëz me një event ose çka do dhe merr disa duar trokitje për çka do qoftë, një prezantim i thjeshtë, zemra mal të bëhet, e lëmë me dal me bëu një performancë të jashtëzakonshme, që veç jeni tu i bë, edhe po merrni pjesë gjithandej, si ndjesi Gran nuk din as me përshkru, kur i merrni çto duar trokitje, çat feedback tepër të mirë, çto fjalë tepër të mëdha, edhe në rrjetet sociale, por edhe drejt për drejt, kur i takojnë njerëzit, Gran vullnet t'jep shumë veç me vazhdu halëtutje. Është shumë e vërtetë, domethënë, kjo nuk ka çmim, edhe nuk ka mënyrë të saktë që me përshkru. Mirë po, çka është me rëndësi është që regjistrohet mrena trunit edhe mrena ndjesisë shpirtit që ti përjet nuk i shans me arru. Çdo performancë ka atë rëndësinë e vet, publiku çdo ku ndallon. Mos ta harrojmë këto, çdo qytet, çdo shtet që shkojmë është ndryshe, normal që edhe njerëz kanë shije ndryshme rreth shfaqjeve. Mirë po prap momenti i aplauzit në fund, sidomos kur kemi të bëjmë me një numër shumë të madh të shikuesve, që kemi pas tash në turne në El Salvador dhe Kolumbi. Ato momente, domethënë, nuk ka çmim që i pagun. Nuk ka, sepse është një përmbushje e shpirtit që vetëm njerëz që punojnë për këtë punë, domethënë që e sakrifikojnë jetën, kohën e tyre në sallë me gjithë ato problematika, me gjithë ato ngarkesa fizike, që mos ta harrojmë është instrumenti jonë, trupi që ne stërmundojmë dhe stërpërdorim gjatë gjithë kohës. Atëherë shet që këta njerëz janë kënaqur me punën tonë. Qa lyp ma shumë? Qa po lyp ma shumë? Para në dhe mua në ku. Zban. Tash po dalim... E kam një shok më thotë nuk guxojna. Nuk guxojna se tash po dalim pak jashtë kësaj që ishim të bisedu, po për fat mirë e kemi shëndetin që me dal mi bo këtë punë. Tash nëse e shohim prej këtij kandi, patjetër që s'ki shans mua në ku. Bash, një ke deri në çfarë moshë një balerin mundet me lujt? Tash, nuk ka një moshë të saktë, mirë po kur të mrinë të mosha 20-25 maksimum, ke la dur. Nuk përgjigjet trupi mu, edhe na tash pe vrejmë se e thash, dallon kur e ke një ensemble ose një kompani me 80 persona, edhe përgjithësia ndahet edhe shpërndahet ma ndryshe, kurse te ne gjithë jetën që jemi në këtë profesion, ne jemi stërmundu sepse jemi numër i vogël i balerinëve. Edhe ne, domethënë, kemi bua shumë kilometra sa që është normalja. Kështu që në këtë rast, ne çdo ditë e vrejmë që po shkon tu vështirësu puna, mirë po me ushtrimet që i kemi të përditshme të baletit klasik, me provat konstante, me angazhimin që e kemi gjatë gjithë vitit, ne po mundohemi me mbajt formën tonë edhe gjendjen fizike, sepse që thash, kjo është instrumenti jonë, edhe mundohemi me shty sa ma gjatë. Mirë po vjen ajo mosha që ti do të mu pajtu me fatin edhe me ecë. Edhe me ecë tutje.